Një 33 vjeçar i dënuar me 4 vite burgim ka rënë sërish në prangat e policisë pasi ishte shpallur në kërkim. Sipas njoftimit të policisë, 33 vjeçari banues në Divjak ishte dënuar më parë për kultivim të bimëve narkotike dhe armbajtje pa leje. Sipas tyre, nga ky dënim, ati i kanë mbetur për të kryer 1 vit, 10 muaj e 4 ditë. Sipas njoftimit zyrtar të policisë, thuhet se kapet një 33 vjeçar i shpallur në kërkim i dënuar me 4 vjet burgim për kultivim të bimëve narkotike dhe armbajtje pa leje. Shërbimet e Komisariatit të Policisë Divjak në vijim të punës për lokalizimin dhe kapjen e shtetasve të shpallur në kërkim, bazuar dhe në informacionet e siguruara në rrugë operative, kanë bërë të mundur lokalizimin dhe kapjen e shtetasit në kërkim DS 33 vjeç banues në fshatin Çerm sektor Divjak. Ky shtetas është dënuar nga gjykata e Korçës me 4 vjet burgim për veprat penale, kultivimi i bimëve narkotike dhe prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve të gjuetisë dhe sportive. Nga ky dënim, ati i kanë mbetur për të kryer 1 vit, 10 muaj e 4 ditë. Veprimet e tjera procedurale për këtë shtetas u kryen nga shërbimet e Komisariatit të Policisë Pogradec.